إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد Allahu Azza wa Jalla falënderojmë prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë dhe madhërojmë Allahun Azza wa Jalla për mirësitë dhe begatitë e Tij të mëdha, në veçanti për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit, që na bëjnë dobi në çastin dhe në momentin kur s'ka dobi nga malli as nga evladi. Të nderuar besimtar, të nderuar imanli, Allahu Azza wa Jall në formë direkte na e bën të qartë se pjesë përbërëse e imanit dhe besimit të vërtet të një imanlie është që besimtarët mes vete të mos përçahen, që mes vete të mos hidhërohen, që mes vete të mos hapin tema të cilat ata i shpije dhe i çon kundrejt konfliktit, përçarjes dhe keq kuptimit. Andaj tha Allahu te baraka wa taala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Thot Allahu Azza wa Jall, dhe ju që të gjithë kapuni për litarin e Allahut Azza wa Jall, kapuni për Kur'anin, për sunnetin, lidhuni atë. Let jetë Kur'ani dhe sunneti pika që juve ju bashkon. Dhe mos lejoni që asnjë pikë tjetër dhe asnjë arsye tjetër që juve me ju përçah. Wala tafarraqu. Dhe mos u përçani. Se në momentin që përçaheni, kjo tregon se jeni larguar nga Kur'ani dhe sunneti. Kjo tregon se ju nuk jeni të e pasu Kur'anin dhe sunnetin ashtu siç duhet. Kjo të regon se ju nëse nuk duheni mes vete, nëse ureheni mes vete, atër kjo të regon se ju nuk e duni siç duhet as Allahu Azza wa Jall e as Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Sepse çdo dashuri dhe bashkim i imanlive dhe i besimtarve të regon kapjen e fuqishme të tyre në Kur'an dhe në sunnet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe me fumul mukhalefe kundërta e asaj të regon se nëse besimtarët janë të përçam, atër ata nuk janë të kapën ashtu siç duhet Kur'anin dhe sunnetin, pra shpallin në përgjithësi dhe nuk duheshkan mes vete ashtu siç duhet me u dashur imanit mes vete. O vëllezër dashur, Allahu Azza wa Jall na e bën me dije dhe na thot në vim: "Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum." Dhe kujtojnë begatinë e Allahut. Dhe kujtojnë begatinë e Allahut se ju mes vete ishit armiq. E erdhi Islami dhe imani, juve u bashkoi zemrat. Të dashur vëllezër, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në sajt të kësaj komenton në hadithin tjetër dhe thotë: "Ejse shejtanu en ju'bada min al-musallina fi jazirat al-arab." Shejtani ka humbi mitin dhe shpresën se namazlit, imanlit kanë me adhuru shejtanin. Shejtani e din se ata që falen nuk i kthejnë më shirkut. Ata që kanë vëndu ballin në sejdë, imanin dhe besimin e tyre dhe përkulin e tyre, nuk ja drejtojnë askujt tjetër posa Allahu te bareke ve teala. E ka humba të ymit. Ama çka fit tahrishi bejnekum. Hin shejtonin mes safit va përçan zemrat. Shtin fitnë vëlla me vëlla, imanli me imanli. Shtin fitnë edhe në safin e parë dhe në safin e dytë. Shtin fitnë edhe në safin e fundit. Bashkohen bashk dhe bëhen bashk, sup për sup e imanit, për me adhuru një Zot. Shejtoni hin dhe i përçan zemrat e tyre. Hindë shtin urejt edhe armitsi mes tyre. Zili,
hasmi, fitne dhe fitne gjilëk, shtë shejtani me styre, njerë për ata që marrin rolin e shejtanit, që njerëzve mua përcjell fjalë të liga e të këqija. O dhe zërdashër, po mirëve si duhet me qenë na mes neve, na me laqe me njëri tjetër, s'mundemi me u bo, pa tjetër me gabu. Po si me ka përci, si me kalu. Një shembull shumë thjesht. Hasan ibn Ali radiallahu anhu e kishte një robnesh, e cila kur mirë ka abdes, ajo atë bokallin e abdesit, ja ofrojke dhe shërbejke këtë burë të devotshëm që ai me marr abdes. Një ditë, duke dasht me afru ujin zotrijës vetë, robneshës i bje bokalli prej dore, dhe Hasan ibn Aliut ja çon kokën dhe e dëmton dhe e përgjak. Dhe robnesha trishtohet. Dhe thot, ajeti kuranor, wal kadhimin al-ghaidha. Ja thot Hasan ibn Aliut. Ja thot këtë ajet kuranor, thot Allahu i don ato që e frenojnë hidhërimin. Hasan ibn Ali duke qeni për gjakun, e çon kryt dhe i thot, kadhim të ghaidhi. Thot, e frenova hidhërimin tëm. Jam të mojt vetës, jam të po kur gjo. Tha, wal afina anin nas. I tha zotëriz vetë, Allahu i don ato që njerëzve va falin. Allahu i don ato që njerëzve va falin. S'kajnë të s'ki bu kur gjo, s'ki faj as gjo. Haj bigajri hak të shajti, të ofendoj, të randoj, ta mur hakin tënd, ta bonin i të keqë, si kur se ndodhë shpesher, ti nuston dhe i del pun me ti. Nuk është interesante me fal, dhe nuk është iman i madh i fuqishëm me fal, kur edhe ti ndoshta ke gabu dhe je ke shkuptu. Imani është hakikat me fal kur ti kur një farfaj s'ki, hiq nuston dhe bigajri hak, as gjo si bone, a ti i doli pun me ti. Dhe tha robnesha, wal afina anin nas, tha Allahu i don ato që njerëzve va falin. A don me dasht Allahu, falja që ati që të boni pa drejtësi dhe keq dhe damet shajti, e të ofendoj me të pa drejt. Se i tha robnesha, ti s'pate faj kur gjo, i keve të prit me dur, unë me don uj, ajo i mshon me bokal në kryja, qanë kryt. E për gjak. Tha, a tha u të anki. I tha, ta fala. Dhe i tha jo në fund, wallahu ju hibbul muhsinin. Robnesh, ama e menqme. Tha, Allahu i don bamirësit. A i edhe njerë e shikon atë në sy, i thot, oj robnesh, pisot je e lirë. Të qoftë falë bamirësia ime. Pisot je qytetare e lirë, nuk jema robnesha ime. E liroj, edhe pse ajo i duheshte, edhe pse ajo gaboj një gabim shumë të madh, dhe vetëm se kjo është sjellja e madhe e imanit dhe imanlive. Kjo është kultura e imanit dhe imandis. Që kështu me i trajtu na njerëzit që gabojnë ndaj neve, që ndonjëherë na përgjakin me të pa drejt. Edhe ndonjëherë edhe kur mundemi me ju hakmar. Kjo ishte robnesh, kjo ishte zotria i saj, kjo ishte të mundësi të i bënë qëfar të dënë robneshës së vetë. Me gjithat, ja fale, e mbajti i dhërimin dhe e liroj. Se ndonjëherë njerëzit që gabojnë ndaj nesh, ndoshta janë më të dobët se na dhe mundemi me hakmar, edhe me një ma e gishti si tonë me e marë hakin. Por imani së fuqishëm, bashkë në momentit kër ajo është mëse i mund shumë, t'ja merë hakun e vetë, është që ai të banë sabër e dorim, e ta kupton se nëse kështu bëjmë, atër kemi fitu dashurinë Allahut azza wa jall. Bamirësit janë njerëz që Allahu i donë. Dhe nëse ndonjëherë të ka shku ndërmend, si me arrit kënaqësinë Allahut azza wa jall, në veçanti në zamanin tonë, në veçanti në kohën tonë, që shumë njerëzve ju del punë me njerëzit që s'kan lidhje me te. A i del me problemet e veta në rrugë dhe secili ja ka faj. Bashkë në këto zamane, në këto momente, duke bu sabër me kësi njerëz që i ka mujt e keqe që Allahun e lusim t'i udhëzon, fitojmë dashurinë Allahu te bareke ve taala. A atë që donë Allahu azza wa jall, atë njeri
nuk ka mundësi me prek zjarmi i xhehenemit. Atë njeri nuk ka mundësi me prek azabi i varrit. Atë njeri nuk ka mundësi me prek madje edhe të këqijat e kësaj dunjoje, se Allahu kur e don një rob të vetin, ju çon selam krejtve me laçeve. Ta duni këtë njeri, ju çon selam krejtve njerëzve, që edhe ju o njerëz ta duani këtë njeri. O vëllezër, ne jemi imanli. Dhe kantari jonë, si i matim gjërat, është me iman. Na gjërat nuk i matmi as me Karshijak, as me Karadak, e as me Dërven, e as me Kosovarllëk, e as me Shqipnilëk. Këto janë xhailete. Kantari jonë do të me konë kantari i imanit. Nuk i matmi as me forcë, as me peshë, e as me pushtet. I matim se si është më razi Allahu me neve të sillemi në një moment kur dikush nga bon ndaj neve, ashtu edhe të sillemi o vëllezër dashur. Nëse me të vërtet i kemi thonë vetës musliman, a unë e di dhe jam i bindur se imani dhe islami që është në mesin e këtij popullit të cilët unë me krenari i shërbej, është në nivelin që ta kënaqë zemrën e të bën krenar, e ndonjëherë dim me bë mrekullira dhe çuditëra për shumë dhe prej shumë rasteve dhe momenteve reale që i di dhe si përmendi nga kultura dhe edebi, që tregon se kemi burra dhe besimtar që ndonjëherë punët e tyre janë të barabarta me nivelin e punëve të Ebu Bekrit, Omerit, Osmanit, Aliut dhe kështu me radhë. Por ja që ndonjëherë shejtani don me na mashtru, e na i kemi obligim të kapemi dorë për dorë e t'i themi shejtanit të mallkuar, stop dhe ndal me vezvese dhe cytet që mundosh me na e ba. O Zot, bashkoj zemrat tona. O Allah, na jep sabër dhe durim. O Zot, na mundëso që ta mbajmë dhe ta frenojmë idhërimin ton. O Allah, na i bën të mundshme që të bëhemi falës, mëshirues dhe të i kalues të sprova dhe të lasheve, dhe na i bën të mundshme që të bëhemi edhe bamirës, që ndonjëherë dhe çdo herë të mundohemi që të keqen madje me kthie dhe me të mirë, që është niveli i lartë i imanit dhe të imanlive. E kullu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرج حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة